Përshëndetje të nderuar ndjekës edhe miq të mi të dashur. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndaluar tek një dyshe dhe për të komentuar një dyshe që në fakt fansat e tyre po bëjnë tifo gjithandej. Kam përzgjedhur Eglin dhe Gjestin sepse janë të preferuar në pjesën e juaj, janë të preferuar tek ju dhe për këtë arsye në fakt komentoj Gjestin edhe Eglin. Është një dyshe e mrekullueshme, por një dyshe që tashmë ka ndarë rrugët në të gjithë sferat e tyre. Në grupet e hapura si nga Egli Tako, do me thënë në rrjetin social Instagram, po ashtu edhe nga Gjesti, fansat e tyre po bëjnë tifo të madhe. Njëherë e para që po bëhet tifo momentalisht dhe që kërkohet mbështetja nga të gjithë shqiptarët është që në Spotify apo në faqen zyrtare ku po votohet për listën e këngëve se kush do t'jetë në radhitjet parë në Top Albania Radio, fansat luftojnë që të bëjnë tifon më të madhe që Gjesti të shkojë të radhitet në vend të parë nga vendi 9, i 8 apo nga vendi i 10. Do me thënë të shkojë në vendin e parë. Së dyti, Egli Tako po merr një mbështetje të jashtëzakonshme nga fansat e saj, gjithashtu janë dy grupe të ndara, sepse janë dy lloj fansash të ndryshëm, por janë dy grupe që punojnë me një intensitet të paparë, do me thënë janë shumë grupe që janë hapur në Instagram, Eglis Vibe, Eglis Family është grupi Eglit, pastaj është Gjesti Community, grupi i Gjestit, grupet e tjera më pak ndjekës, do me thënë është bërë një grumbull i madh i të gjitha saj se çfarë do me thënë fansat po bëjnë dhe po luftojnë për të preferuarit e tyre. Intervista e shkëputur natën e mbrëmshme nga Egli Tako, do me thënë disa fjalë për Dritan Hoxhën që kishte thënë, më tërhoqi oratoria e saj, më tërhoqi shkathësia e saj dhe më tërhoqi njeriu që në fakt Egli është. Egli kishte përzgjedhur që të flet fjalë madhore, por me shpirt të pastër. Ajo tha në një përshkrim, domethënë të festës të madhe që bëhej të mbrëm, se njeriu jeton atëherë kur shpirti i tij jeton. Dhe pikërisht jo kur jeton trupi. Dhe pikërisht rasti Dritan Hoxhës, zoti Dritan Hoxha, ashtu siç e tha edhe Egli Tako, është një jetesë shekullore për faktin sepse Dritani ka ndërtuar, siç e thash më parë, dhe ka sjell domethënë një vizion që në fatkeqësisht në mediat shqiptare ky vizion nuk ka qenë asnjëherë. Por Egli mënyrën se si interpreton, mënyrën se si e thot, mënyrën se si e sjell te publiku është e madhërishme, është e mrekullueshme. Tani, më pëlqen kjo lufta, por unë nuk do ta quaj luftë, më pëlqen kjo iniciativa në fakt që fansat kanë për Gjestin edhe për Eglin. Janë dy lloj fansash të ndarë, duhet ta them edhe një herë, por janë tepër entuziast. Unë do kisha apeluar të gjithë që të kyçemi tek grupi i cili është hapur për Gjestin, është Gjesti Community. Aty do me thënë i gjeni të gjitha fotografit, të gjitha shkrimet, të gjitha lëvizjet që Gjesti ka bërë do të bën në të ardhmen e tij, duke qëndruar tashmë akoma i heshtur nga dhimbja që Gjesti e ka në shpirt dhe nga tmeri që ai po përjeton, një diçka do me thënë e pa imagjinueshme në jetë, por ne veprojmë çdo ditë, jetojmë çdo ditë dhe nuk e dim se çfarë na pret e nesërmja. Të gjithë jemi të përzgjedhur nga krijuesi jon për të kaluar sfidë në jetë. Në anën tjetër kemi Egli Takon, e cila, do të thënë grupi i Eglit që punojnë me shumë intensitet, të çdo lëvizje të Eglit, të çdo dalje publike të Eglit, të çdo fotografi të postuar në story, çdo shkrim të shkruajtur, gjithçka që ka të bëjë për Eglin është brenda këtij Instagrami. Tani pse un flas për këto të dy? Egli dhe Gjesti me sinqeritetin e tyre, me vërtetësinë e tyre, me shpirtin e tyre të pastër, arritën të marrin atë më të çmuarën të publikut. Arritën të marrin dashurinë. Arritën të marrin energjinë
dhe arritën të marrin pozitivitetin. Të fitosh dashurinë e publikut në këtë nivel që Egli dhe Gjesti kanë fituar nuk është pak. Unë kam thënë gjithmonë që publiku shqiptar vlerëson sinqeritetin dhe në rastin e Eglit edhe të Gjestit u vlerësuan karakteret e tyre. U vlerësuan njerëzit e tyre pa marrë parasysh privatësia e tyre mbetet private, domethënë sido që do të vazhdonte mbetet private, por u vlerësuan njeriu i tyre. Dhe janë të dy artistët në fakt që kanë mbetur nga Big Brother VIP Albania që fansat vazhdojnë me ritëm të fuqishëm drejt tyre, duke luftuar për t'i ngritur sa më lart në skenë, duke luftuar që ato të mos kenë rënje kur, duke luftuar që Eglin dhe Gjestin ta shohin sa më mirë, sa më të ndërtuar dhe sa më në nivel. Dhe pikërisht këto dy grupe janë ato grupe që unë dua t'i falenderoj publikisht për iniciativën, për punën dhe për gjithë dashurinë e madhe që kanë për Eglin edhe për Gjestin. Unë jam shumë i bindur që Egli nuk do të ndalon këtu së pruri frymë të bukur të muzikës, balada fantastike, biles që edhe sot është koha me shi që këngët e Eglit relaksojnë e të kënaqin, mos pyesim për këngët e Gjestit, por ne duhet që të klikojmë në projektet e tyre që Gjesti dhe Egli të qëndrojnë në vend të parë, të qëndrojnë në radhitjen e parë. Domethënë këngët e tyre të dëgjohen sa më shumë dhe fansat e Eglit, më falni, të Gjestit në anën e majt, bëjnë tifo që këngën Veshu e Ndreçu ta çojnë në 20 milion dhe ne këtë gjë duhet ta mbështesim. Unë apeloj të gjithë klikoni te kënga dhe në anën e djathtë, domethënë kemi fansat e Eglit që luftojnë që Eglitën e tyre të dashur ta shohin sa më lart, sa më pozitive dhe sa më energjike. Dhe në fakt, ky është çelësi i suksesit të një artistit. Çelësi i suksesit të një artistit nuk është klikimi i rejshëm në rrjetet sociale, nuk është klikimi fake në rrjetet sociale. Çelësi i suksesit është dashuria e madhe që një artist ka për ty, dashuria e madhe që një artist, domethënë që publiku i jep artistit dhe dashuria e madhe që një artistin e bën të ndjet i bekuar, i lumtur dhe i mrekulluar. Egli shpeshherë nëpër intervistat e saj e ka thënë që jam e lumtur që i kam, jam krenare që i kam, njëkohësisht edhe Gjesti gjithmonë i ka falenderuar me puthje, me dashuri këto grupe që bëjnë tifo kaq të madhe. Arma më e bukur është fituar. Artistët janë në skenë, artistët janë të mrekulluar për t'i dhënë emocion publikut ton shqiptar. Ne do takohemi sërish së bashku. Unë doja me këtë video mesazh të mbështes të gjitha fansat e Gjestit dhe të Eglit, gjitha grupet të cilët po punojnë në fakt me një zemër shumë të madhe, shikoj janë shumë aktiv dhe kjo Eglin dhe Gjestin me patjetër që i bën të ndjehen të veçantë dhe të bekuar. Ju vazhdoni ta ndiqni me subscribe sepse ju e dini jemi në prag të startimit të dy Big Brotherave që do të ketë një spektakël të paparë.